Rusia dhe Kina kanë zhvilluar bisedime thelbësore për të forcuar lidhjet në fushën e mbrojtjes dhe ushtarake, sipas ministrit të mbrojtjes ruse. Ndërkohë, këto bisedime vinë në një kohë kur të dyja vendet po cimentojnë një partneritet pa kufi dhe po kritikojnë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të zgjeruar ndikimin në Azi. Ministri i Mbrojtjes u takua me nënkryetarin e Komisionit Qendror Ushtarak të Kinës dhe të dyja palët shprehën angazhimin e tyre për të thelluar dhe zgjeruar marrëdhëniet ushtarake, duke vazhduar shkëmbimet e nivelit të lartë. Kina ka theksuar gatishmërinë për të kryer veprime të tjera ndaj Tajvanit pas manovrave ushtarake pranë ishullit, të cilat u interpretuan si një paralajmërim ndaj akteve separatiste. Këto stërvitje janë dënuar nga Tajvani dhe Shtetet e Bashkuara. Rusia dhe Kina shpallën partneritet pa kufi në shkurt të vitit 2022, pak para se Rusia të fillonte sulmin në Ukrainë. Udhëheqësit Putin dhe Xi Jinping u angazhuan për epokë të re të partneritetit, duke theksuar nevojën për të forcuar bashkëpunimin strategjik. Moska ka shprehur mbështetje për Pekinin në çështjet aziatike dhe ka kritikuar përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të ndezur tensionet rreth Tajvanit. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Kinën për mbështetje të Rusisë në luftën në Ukrainë, por Kina mohon të ofrojë armë për ndonjë rëmpal, duke insistuar se tregtia me Rusinë duhet të vazhdojë normalisht.